Po për Metën, Meta ka deklaruar avokati i tij që nuk ka asnjë pasuri mbi tokë, asnjë. Qa prisi nga avokati? Ai nuk është prokurori i Metës, është avokati i Metës, dhe pra tjetër i do flasë me gojnë e Metës. Paku s'ka gjetë asgjë thaj, asnjë gjë. Se dim atë. Po dje, lajme t'jepni që në malën e Flamorit, gurorja e Elin Metës ka bërë kërdin në ambient. Ka shkatëruar ambientin në mënyrë të tmerrshme. Si s'pas ka Paku. Ky Elin Meta. Këto mund t'jenë dhafe që i lidhin thashë theme popullore, pa prova, pa fakte, pa dokumenta. Dhe të thonë qartë të duan zotëri, unë nuk e kam hetuar Elin Metën që të di se qarë ka bërë dhe s'kam të drejt jap mendim. Flasim ashtëri, flasim që unë dhe ti flasim mbi ato që dalin po nga zyrat e Spakut dhe të Byros Kombëtare të Hetimit. Janë të vërteta mirë, si janë të vërteta prap mirë, dole të vërteta të imbuluar prap mirë, ne në çdo kohë mirë jemi. Por ne kërkojmë që shqiptarëve të kthehen pronat. Ne kërkojmë që të zhduket, të shfuqizohet ligji 7501, se këto na janë premtuar. Ne kërkojmë që nuk janë dënuar, por e dalë se po shkojmë tutje, nuk janë dënuar krimet e komunizmit o zotëri. Po ju më pse nuk i dënojnë krimet e komunizmit? Pse nuk e kërkon Amerika nga pushteti shqiptar, nga politika shqiptare të dënojnë krimet e komunizmit? Mund të ma thonë? Po ju më tha që disa nga këta komunizmit i kemi të rallë të drejtësisë. Si do dënojnë veten këta? Prandaj po them që është detyrë dhe është e drejtë dhe e ka lënë me pas Shtetet e Bashkuara të Amerikës që këtë klasë politike ta qërojnë nga pushteti, PDPS baras me PPS bolshevik të Leninit e të Enverit, dhe Shqipëria të qetësohet dhe të gjej guri vendin, të shkoj pronat e i Zoti, por nuk shkoj pronat e i Zoti në s'kemi që interesit, Shqipëria kështu do mbetet. Dhe u bën thirrje Partia Shpresa Demokrate Shqiptare, u bën thirrje emigrantëve shqiptarë që të kthehen. Ku të kthehen? Ku të kthehen, zotëri, në qoftë se në pushtet është akoma Edi Rama, në qoftë se në pushtet është akoma Fatmir Xhafa dhe të gjithë këta lukunia e hienave të Partisë Punës. Si do kthehen ata? Kush i lë të vinë këtu? U kërkohet shqiptarëve të dalin në mbështetjet Partisë Shpresa Demokrate. Si mund të dalin ata në mbështetjet kësaj partie kur të nesërmen, që në moment janë pushuar nga puna, që në moment se s'ka asnjë mbrojtje. I mbroni ju zotëri që Amerikës këta njerëz që të dalin në protesta atje të mbështesin Partisë Shpresa Demokrate, i mbroni të mos preket nga në punë, të mos preket e drejta e përqjetuar edhe për të punuar, nuk i mbroni. S'u keni dalë sot deri tani. Atëherë si do dalin? Kush është ai që guxon të lërë bukën e fëmijëve të dalin protest me mua? Pra, Amerika ka dy masa të qëndrime. Të qëndrojnë në një pozicion që duhet, dhe pozicioni që duhet të qëndrojnë politikanët amerikanë me Shqipërinë është të dënojnë krimet e komunizmit, të shfuqizohet ligji 7501, të ndalohet pushimi nga puna e qytetarëve që marrin pjesë në protesta, me ligj, ta bëjnë vetë ligjin, këta kush të shkel ligjin të shkojë para gjyqit, atëherë mund të dalin shqiptarët, ndoshe nuk dalin, janë të shtypur dhe do vazhdojnë të shtypen me këtë klasë politike të mbështetur edhe të mbajtur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës i Ilir Meta. Edi Rama. Edi Ramën e mbajnë në pushtet amerikan, pikë, e mbajnë në pushtet masonët e Amerikën, e mbajnë në pushtet iluminati amerikanë, e mbajnë në pushtet të 300 e Amerikës. Prandaj thot Edi Rama që nuk undojke kur dua vetë. Edhe pse është i çmendur, edhe pse delet atje dhe pëllet në zyrë, edhe pse delet bie tavolinës, tamam skizofren i çmendur. Dhe atyre u duhet, sepse zbaton, e mban popullin në dhunë, në diktaturë, në një terror të jashtëzakonshëm. Ne jemi në terror, zotëri. Ne nuk guxojmë që të dalëm të bëjmë një protestë sepse të nesërme na pushojnë fëmijët nga puna. Jo, se mua mi kanë pushuar me kohë derisa nuk mjon diplomat e fëmijëve. Po janë me mira dje me vajza që i di që më takojnë në rrugë dhe më thonë jemi me ju avokat, po na pushojnë nga puna po të dalim. Atëre ju jepet garanci këtyre që nuk pushojnë nga puna që të dalin atje. Se është bërë thirrje që në datën 4 korrekt të dalim te sheshi Skënderbej. Pra punëve dhe me pensionistët.
se ata që kanë fëmijë të punë nuk vënë, nuk dalin. Avokat, po